Zyrtarisht kësaj fushate zgjedhore I ka dalë era, ende pa filluar. Të dy krahët e politikës shqiptare janë jo për qarhallin, por në nivelin më ordiner që historia e Shqipërisë ka parë ndonjëherë. Me një duzinë bashkëpunëtorësh të afërt në burg, tani më pa rrugdalje dhe pa një variant zyrtar për atë që po ju ndodh njerëzve të tij, Edi Rama është fshehur pas bufit të kënetës. Pabloku bën sikur tallet e madje e ka zgjedhur këtë si lejtmotivin zyrtar të fushatës së tij, por në fakt toka nën këmbë është dridhur dhe ardhmja e tij dhe atyre që I kanë mbetur është ende shumë e pasigurt. Bufi dëgjohet në mëngjes, drek e darkë. Përballë tij, Sali Berisha I vdekur I ringjallur I politikës shqiptare pa një program të saktë, pa një filozofi e as të paktën një kauzë politike të hajrit rivigjilent në pritje të postimeve të Ramës për t'ju përgjigjur. Kaq është politika e djathtë sot, flak për flak talljeve të Ramës, duke harruar atë çfarë një opozitë duhet bëjë për të ardhur në pushtet. Një sjellje akoma më shumë e vajtueshme po të mendosh që Edi Rama ka shumë pika ku mund goditet politikisht. Sa po të kishin pasur një opozit normale, ky pushtet torture do të kishte rënë me kohë. Bolt merrej me njerëzit që Edi Rama I kanë burg, por jo I vdekur I pakallur I PD-s vetëm I kthen përgjigje batutave të Ramës. Ama Rama është tronditur dhe pushteti I tij nuk duket më aq I konsoliduar sa ndihej pak muaj më parë. Me një tuf megalomanësh përreth që u duket vetja të paprekshëm dhe të pavdekshëm, Babloku I është dashur të mendojë një strategji për të ndenjur në pushtet. Për sukses ai nuk flet dot më. Doktrina e antarësimit në BE është shumë e dobët. Rritja ekonomike është për rrallë me mbret. Prandaj për të fituar mandatin e 4, Babloku po bën atë që ditë bëj më mirë. Po bashkëpunon me krimin dhe me llumin e biznesit dhe formula që ka zgjedhur është: më jep një votë, të jap një kull. Jo më kod viti I kaluar u mbyll me një duzinë lejesh, të dhëna kryesisht eksponentëve të krimit që pas zgjedhjeve të 11 majit do të lëvrin edhe më lirisht në rrugët e Shqipërisë. Vetëm gjatë 2024-s, KKT ka miratuar pothuaj 2 milion metra katror sipërfaqe ndërtimi, 60% më shumë se viti 2023, kundrejt vlerave që I kalojnë 500 milion euro. Shifrat janë denjësisht konkurruese, me 118 leje të tjera për kulla të dhëna këtë vit në të gjithë Shqipërinë, 16 nga të cilat në Tiranë, me më shumë se 25 kate secila. Lejet e ndërtimit janë ndarë ndër emra, jo vetëm investitorësh strategjik, por edhe eksponent me dosje në shqyrtime gati për të hedhur prangat nga drejtësia. Këta të fundit janë shpëtimi I vërtet I Edi Ramës, fija ku po mbahet për të marrë edhe një mandate për t'i dhënë kohë vetes për t'i shpëtuar burgut, mbi zotrojnë bandat e Elbasanit, Durrësit dhe Tiranës, që pasi I kanë mbushur hundët Bablokut I kanë premtuar edhe pushtetin e mandatit të 4. Kjo duket jetë edhe arsyeja pse ekspertët afër pushtetit dalin e mbrojnë tezën se fluska e ndërtimeve nuk do të plas kurrë në Shqipëri, edhe se ndërtimi është investimi më solid dhe I ndershëm në vend. Një prallë që nuk e beson më as bufi I kënetës, edhe ai buf mbi cilin Edi Rama po ngre filozofinë e kësaj fushate dhe që në fund do kthehet të tërheq përfundimisht në kënet edhe të Zotin.